O të befsha, o të keshen, o të drite dajos, mos harroni. Jemi në Dubajin e bukur, në Dubajin e ëndrave. Ju a kam thënë dhe ju a përsëris. Kujdes, një qytet jashtëmase, o zot, o zot, o zot, kam 3 ditë, o nene, o nene, o nene, qohu drita, ikte vapori, ikte makinat e bukura, ikte ka ajo kulla e lartë, o zot, o zot, o zot, o zot. Vlezër, miq shqiptar, kudo ku jeni. Flasim me eksperiencë. Flasim për Dajon e Astirit, i cili ndodhet prej shumë vitesh, që ndodhet në Gjermani, ndodhet në Myni. Prandaj, informacione të mëtejshme. Mos harroni, për ty vllai Shqipërisë, për ty vllai Kosovës, për ty vllai Maqedonisë së Veriut, jemi në Dubajin e ëndrave. Ju lutem shumë, ti, ai, ajo që do të blej prona në Dubaj, vere pikën ku e do të keqe ndajua, ku do të shejtani paljuralish, do të gulf, do të land, do të o zot, o zot, o zot. Vlezër dhe motra shqiptare, jemi tek një nga partnerët tanë më të sigurt, me 10 vjet eksperiencë blerje, shitje, gjithçka në Dubaj, marri përsipër. Kujdes, nga mashinisti i trenit deri te vagoni fundit, nga ai që ka lekët e xhepi deri te blerja. Kujdes, edhe ti që e ble. Marri përsipër qiradhënien, dokumentacionin, noter, avokat, gjithçka. Por, mos harro, flasim shqip, dashurojmë shqip dhe lekët në një investim të sigurt. Çuna, ja dajot e zyra tani nga vash, kemi ardhur tek miku jon, tek një nga partnerët më të sigurt. Prandaj, të gjithë vëllezërit e Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut, që duan të bëjmë blerje në Dubaj, ju japim informacione të mëtejshme. Ju presim te aeroporti, ju sjellim te zyra për kace, ekipi dhe stafi jon ju orienton si blihet, ku blihet, vend të zyra, vend të ndërtimi, vend të ndërtuesi, gjithçka. Mos harro. Kënaqësia juaj është obligim për ne. Dajo ju uron nga Dubai i bukur vetëm mbarësi. Të interesuarit, shkruaj Dajos të poshtë dhe Dajo me ekipin e vet ju jep informacion ne për blerje, për shitje dhe për dokumentacione në Dubai. Unë ju përshëndes, Nipçe, natën e mirë.